Administrata e re Trump shpall non gratën e parë do bëhet ambasadori. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do bojnë ambasadorin e Afrikës së Jugut në Washington me sekretarin e shtetit Marco Rubio që akuzon të dërguarin për urrejtje ndaj vendit dhe presidentit Donald Trump. Zyra për presidentin e Afrikës së Jugut të shtunën e quajti vendimin për të ardhur keq, duke shtuar se vendi mbeti përkushtuar për të ndërtuar një marrëdhënie reciproke të dobishme me Amerikën. Lëvizja rrallë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës shënon zhvillimin e fundit në rritjen e presioneve midis dy vendeve. Ambasadori i Afrikës së Jugut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është më i mirëpritur në vendin ton të madh, postoi Rubio në X të premten. Rubio akuzoi ambasadorin Ebrahim Rasool se ishte një politikan që uren Amerikën. Ne nuk kemi asgjë për të diskutuar me të, dhe kështu ai konsiderohet person non grata, tha ai. As Rubio dhe as Departamenti i Shtetit nuk dhanë një shpjegim të menjëhershëm për vendimin. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Afrikës së Jugut janë përkeqësuar që pas marrjes së detyrës së presidentit Donald Trump.